Thirrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian nuk është shqetësuese, përkundrazi është ndihmuese apo vetëdijsuese do duhet jetë për partinë që e ka bllokuar Kuvernin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës, është keqësisht e qartë se racionaliteti politik do të nënkuptonte konstruim kuvernit, themelim qeverisë e pastaj zhvillime tjera për presidentin, por se është e dukshme që njerëz që shkelin betimin e deputetit nuk kanë racionalitet, pra nuk janë politikan racional. Edhe të ekspozojmë shkeljet zinxhirore tashmë që po ndodhin në Kosovë gjatë kësaj gjendje jo kushtetuese. Mos harroni sot 2 javë, pra me 6 gusht, ne si deputat Kuvernit të Kosovës kemi dhënë një betim. Bllokimi i kuvernit dhe ikja nga salla plenare e kuvernit nuk kanë as nder e as përkushtim. Kështu sikur se po bojnë, nuk po e kryejnë detyrën e tyre, për cilën janë betuar si deputet. Populli voton deputetët për t'i përfaqësuar, dhe këta nuk po e përfaqësojnë popullin duke ikur nga salla e kuvernit. E hiç më hiç përfaqësim me dinitet. Ndërsa angazhimi për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe të lidhshmërisë realisht është angazhim i kundërt. Pra ka angazhim për shkelje të kushtetueshmërisë dhe të lidhshmërisë Kosovës.